demonstrotën e parë për kundër vrasjes të Jusufit të Kadrizikës dhe të Bardhushit e komullajcione. Ki dëshmitar të thot Gjafer Shatra janë gjallë, e plot shok, Hafizin e kompos që shkojnë në botën tjetër para disa mujve, Hafizin e kompos shok të shpirtit, nga shok të mi matë ngusht, e pastaj në Stuttgart më ka marrë Selman Rashica, që i falenderojmë tani jetën, është gjallë Selmoni, është i familjes Rashica që u bo masakra e madhe në ushtre. Selmoni më ka mojtë pastaj në Paris, edhe jëm shku prej Parisit, i kum hyp trenit, u kom një tren e shpejt Redvan, po flasë për vitin 82, mos harro, të so vjetë që e ka? 2 vjetë. 2 vjetë? Vjetë e pak, 2 vjetë. Okej, tash, po flasë për vitin 82, i kum hyp trenit, trenit 260 në orë shkojke. Edhe kum zbrit në Lyon, para se me hinë Zhenevë, në stacion para se me hinë në Zhenevë. Francë, po, qytet francez, po? Po. Kam qenë Lyon, po. Okej, edhe Gjafer Shatri i ka qitë 2 mërgjimtar tonë, më kanë marrë Thomas Tjuj, Shyqen, Shyqeria me Mustejqe, njërë nga shqiptarët më të mirë që i kum njoft. Po. Ordë Shyqa më ka mojtë tani Bacilazi Svirces, edhe shumë kum njoft të shqiptarët Thomas Tjuj. Kam pas shumë në Zvicërë, në Gjermani. Në Gjenevë, tepër shumë. Sot ka shumë, po. Po, edhe falenderoj babën tim, baba im më ka mbjell dashnin për anën e juj. Se baba im ka punu në soliter Gjilanit. Po, në ndërtesin që... Ende i thojnë të soliteri. Bravo, edhe pastaj i thëshin Binaçka Morava Binqes. Soliteri me Moravën e Binqes u bon bashkë. E si fëmi, baba më falë, thëke nuk konë njerëz më të mirë, bera, mbaj ke humor, thëke honë shumë speca djelës. E tani, javë tregojsha qëto rrëfime, po mu më njefshin si gane. A vëptan, ju si Milajem. Si gane. Si gane, edhe Gjaferi ka qitë këta, e jëm shku 28 nëntorin e vitet 1982 e kena festu në klubin Iqbale Prishtina në Zhenevë. Që thu? Në klub krejt i ki portretin e Batstadem, Kosova Republik me Kadrin. Zeken, po? Ja, Kadri Zeka ishte Evropë, po tash më thonë fotografit e tyre. Po, gjitha që su gërvollës Kadri. Po, u ka dhe një Kadri, po tash të kalëzëju ne, aj është Bajanak, me Recep Mollen. Bajanak me Recep Mollen, njerin nga shqiptarët më të mirë, tani e kum njoft Bacin Hasan, Hasan Mollen. Lanë e ti, Hasan. Po, shumë njeri mirë, Bacin Hasan, tani uftofa... Andi e të në Zvicër vje me rastin Kosovë. Bacin Hasan tani u zhduk prej radarit tim, nuk e di kur pëse, po në gjithë mund e kum dash. Jetën në Zvicër. Me rastin është në Kosovë. E di, e kum taku ma shumë. Vajza, me qënë se përmene patriotin e madh, herojnë Recep Molla, vajza ati Fitoria, u bon rektore Universitetet Gjilanit. I kam njoft dhe me thonë Recep Molla edhe Nuhi Berisha, po këta jënë vro ma vonë, Nuhia, po kanë qenë përmes Elmi Zekës, shumë vonë më ka të regu Elmia, jënë ko disa herë që i kanë mojtë takime të baba im Komaran. Ilegalja ka pas një përjarë nga në Morava, dhe ma truri, nëse mund të them ashtu, ilegalit në reformat e Kosovës. Kryetare kem pos judajetin, të sinin, një përlepnicës, apo kupton, edhe qështu tani nejta në Zhenevë, e pritëm festen. Krejt mërgata, jeta jote në mërgat, dhe ma thonë të ka për cilë, këtë jetën tonë të hija traumave të asaj Kosove, të regjimit të test Jugoslav, të atyre shqiptarëve që kanë prodhu tortura ndaj Kosovë. Dhe kjo të shka shkund, milajnë tërkonës të kalon me nejtë. Po jo, shiko, kena dosht bre me bo diqka, për shambull sot kër i kthejna jetës time, për të pos që më duket prall, ka herë, adin, mënuna gjithmonë me full me qëto referanca, mi kalëgjune sot edhe fëmive të mi, nështë ta që kër u bon
nejta unë në Zhenevë. Shkova prap, u ktheva kom, dola në Francë, i hypa trenit, u ktheva në Paris. Po u ktheva në Zhenevë prap në janar, edhe imagjino ti këta shyqa, kadria, më kanë shti në autobus, pa pasaport, jëmë hi në WC-t autobusit, e kum kalu kufinin, jëmë dollë në Gjermanie, e kum udhëhej demonstratën e 17 janarit 1983. Janë inqizimet, janë fotografit, janë gjitha. Pastaj, u fut udban mes neve, filloj lufta, këto e ka qitë udba, Gjafer Shotrin e kalshu udba për i Burgut, Ibrahim Kelmendi thoi shena është pjesëmarrës i vrasjes të vllazneve Gervolla, Milaj Mzeken e kalshu udba, e kanë qitë jashtë udba, këto hafizin kështu, krit pike 5 në banën. Do më thonë, shkrujke ambasada Jugoslave në Vjenë, komunikata, në emnin e ilegales, në emnin e organizatave tona, me vula original që i kopjajshin, imagjina, edhe në banën pike 5, në futen luftën,